Allahu xhelle xhelaluhu e zgjedhi që këtë shpallje, këtë vull të pejgamberllëkut ta dërgoi te arabët. Dhe thash që ishte edhe njëra prej shkaqeve që Allahu dërgoi në mesin e arabëve duaja e Ibrahimit dhe përgëzimi i Isës alayhi salam, që thot Allahu subhanahu wa taala wa idh qala Isa ibn Maryam, dhe kur Isa i biri Merjemes ju tha bani Israilve, ja bani Israil, inni rasulullahi lejkum, unë jam i dërguar i Allahut të kju, musaddiqan lima bejna jedej, i cili jam, do me thonë, vërtetues asaj cili e kini mesin tuaj, minet Teurat, prej Teuratit, wa mubashiran bi rasul, dhe jam përgëzues i ardhjes një pejgamberit, yati min ba'dihi ismuhu Ahmed, i cili do të vije pas meje dhe i cili ka emrin Ahmed. Këta Allahu xhelle xhelaluhu na ka dëshmuar në Kur'an se Isa alayhi salam ju ka thonë bani Israilve, edhe pse ato i mshehin ato argumente, mirë po kjo ka qenë e njohur në kohën kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që shumë prej priftave të krishterë e kanë ditë ardhin e pejgamberit edhe e kanë prit ardhin e atij pejgamberit. Veç asaj edhe jehudët e kanë prit ardhin e pejgamberit, mirë po kanë shpresuar se do të jetë prej lozës e tyre, sikur se ka thonë Allahu xhelle xhelaluhu për ta, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. E njohin atë pejgamberin sikur se i njohin fëmijët e tyre, sikur se i njohin fëmijët e tyre apo edhe më mirë. Mirë po pasi që erdhi pejgamberi dhe u shfaq në mesin e arabëve nga loza e Ismailit alayhis salam, ata e përgënjeshtruan atë dhe e mohuan atë.